Hëngri kumbulla për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Kumbullat njihen si multivitamina natyrale edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shpesh sa duhet. Ka disa arsye pse duhet i shtoni me patjetër në dietën tuaj. Kumbullat përmbajnë më tepër se 90 lëndë ushqyese. Kumbullat e freskëta ose dhe ato të thatat ndihmojnë në përthithjen më të mirë të hekurit në trupin tuaj. Kjo për shkak se ato janë në një burim shumë i mirë i vitaminës C. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një kumbull përmban 84% ujë, 0,6% protein, 10% karbohidrate dhe 2,1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumbullat kanë nivele të ulta të yndyrës dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, C dhe E, kalcium, magnez dhe kalium. Ja disa nga përfitimet sipas Step to Health që organizmi juaj do të marrë nëse konsumoni kumbulla çdo ditë. Do të përmirësohet niveli i sheqerit në trup. Kumbullat kanë indekse të ulta glicemike që do të thotë se ndihmojnë në kontrollet e niveleve të sheqerit dhe zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Janë të mira në shëndetin e kujtesës. Nëse konsumoni të paktën 5 kumbulla në ditë do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet e radikaleve të lira, të cilat ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumbullat janë plot me antioksidant që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ulëntimeve shëndetësore nga Universiteti i Harvardit të cituara sipas tyre. Ato gjithashtu përmbajnë antocianin dhe quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjeve të qelizave të trurit, dhe japin rezultate fantastike në këtë aspekt. Kumbullat janë shumë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Një kumbull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon për të kontrolluar tensionin e lartë të gjakut dhe për të zvogëluar rrezikun e goditjeve në tru dhe në zemër. Kumbullat përmirësojnë dhe mbrojnë sistemin tuaj tretës. Kumbullat lehtësojnë kapslëkun dhe ndihmojnë në probleme me tretin e ushqimit. Janë të mbushura me fibra dietike, sorbitol dhe histain. Kumbullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Në tretje të mirë natyrale, kumbullat e thata mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër konstipacionit. Kumbullat janë të mira për forcën që ofrojnë kockave. Studiuesit nga Universitetit e Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj dy grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumoi 100 gram kumbulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumoi 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D. Grupi që konsumoi kumbulla të thata kishte dëndësime të larta të kockave në shpinë dhe në para krah. Kumbullat janë të mira në përmirësimin e shëndetit të syve. Kumbullat janë mjaft të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë kumbullat mund të ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikat e verdha, çrregullime shëndetësore që zakonisht prekin njerëzit e moshuar. Kumbullat mbrojnë kundër qelizave të dëmshme që shkaktohen nga radikalet e lira. Kumbullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikalet e lira të dëmshme në sajt antocianinës, pigmenti i kuq në blu në disa kumbulla. Kumbullat janë të ulta gjithashtu në kalori. Një kumbull e vogël përmban vetëm 30 kalori, kështu që kumbullat mund të jenë një ushqim i shpejtë shumë i mirë nëse mbani dietë. Kumbullat shkatërrojnë qelizat e dëmshme. Ekstraktet e kumbullës mund të largojnë qelizat agresive dhe ndërkohë të përmirësojnë shëndetin tuaj. Konsumi i kumbullave në dietën tuaj sigurisht që do t'jap aspekte të mira për shëndetin e përgjithshëm. Kumbullat janë të mbushura me antioksidant dhe një burim njësor elementësh të pasur shëndetësor. Sistemi imunitar do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i tyre në mënyrë të rregullt. Kumbullat janë të rëndësishme për të forcuar sistemet imunitare, kjo fal edhe pranisë së vitaminës C. Vitaminë e cila është shumë e rëndësishme për organizmin në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu ato forcojnë rezistencën e trupit ndaj infeksioneve të ndryshme, gjithashtu edhe kundër inflamacioneve. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të mbani larg këto shqetësime, përfshirja e kumbullave në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kumbullat kanë efekte anti-hiperglicemike, që ndihmojnë në luftimin e diabetit.
Studimet kanë treguar se konsumi i kumullave ndihmon në reduktimin e niveleve të glukozës dhe gjithashtu nivelet e triglicerideve në trup. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Flavonoidet që gjenden me shumicë të kumullat kanë në vlera mbrojtëse për organizmin dhe si të tilla do të japin efekte mbështetëse për shëndetin tuaj në tërësi. Gjithashtu, shëndeti juaj mendor do të përfitojë shumë nga konsumi i këtij fruti. Studimet kanë treguar se flavonoide të pranishme të lëngu i kumullës do të mbrojnë njeriu nga degenerimi i trurit si pasojë që vjen edhe nga mosha. Fitonutrientët që gjenden me shumicë të kumullat do të bëjnë rezultate pozitive në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Konsumi i rregullt i kumullave gjithashtu ndihmon në parandalimin e çrregullimeve nervore siç është Alzheimeri, gjithashtu edhe Parkinsoni. Sistemi juaj nervor do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i këtij fruti. Kumullat përmbajnë vitaminën B6 e cila kthehet edhe në përmirësim të mirë për shëndetin, që ndihmon në transmetimin e sinjaleve nervore dhe ruan funksione të mira të gjithë sistemit. Ajo ndihmon edhe në zhvillimin e trurit dhe formimin e hormoneve që janë ndikime të mëdha te humori jon. Përmirësojnë në shëndetin kardiovaskular. Konsumi i kumullave ruan shëndetin e zemrës. Sipas studimeve, nëse konsumoni kumullat e thata rregullisht, një gjë e tillë do të përmirësojë qarkullimin e gjakut në arterie, por jo vetëm kaq. Kumullat parandalojnë disa çrregullime kardiake, zhvillimin e arteriosklerozës dhe ulin gjithashtu rrezikun e atakut në zemër. Kumullat do të ruajnë nivelin e kolesterolit. Lëngu i kumullës do të ruajë kolesterolin në mëlçi në nivele normale. Fibra nga ana tjetër mbron zemrën duke ulur rrezikun e keq edhe për kolesterolin e keq. Konsumi i rregullt i kumullave do të largojë ankthin dhe stresin, dhe sipas studimeve kumullat janë një burim i pasur i antioksidantëve dhe acideve që ofrojnë zgjidhje të mira kundër disa sjelljeve të shkaktuar nga ankthi dhe dëmet e stresit. Përfshirja e kumullave të freskëta ose të atyre të thata në dietën tuaj do të përbëjë një faktor të mirë ndikues me efekte pozitive në vlerat e trupit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ju mund të konsumoni gjithashtu edhe lëngun e kumullave në dietën tuaj. Lëngu i kumullave të thata ka edhe shumë efekte pozitive për mbrojtjen e shëndetit, palaftësive që ka në zgjidhjen e konstipacionit dhe lehtësimin e problemeve tretëse. Ky lëng gjithashtu është të ngjyrë vjollcë dhe i pasur me antioksidantë dhe substanca të tjera që përmirësojnë shëndetin nga koka te këmbët. Nëse jeni në kërkim të një mënyre natyrale për të përmirësuar tretjen, dëndësinë kockore, zorrën tuaj të trashë dhe shëndetin e zemrës, atëherë duhet të shtoni lëngun e kumullave me patjetër në dietën tuaj të rregullt. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat që ofron lëngu i kumullave të thata në dietën tuaj. Përgatitja e këtij lëngu është vërtet i thjeshtë. Nxjerrja e lëngut nis pas tarjes së kumullave. Ato fillojnë dhe vendosen në ujë të nxehtë dhe vlohen derisa fruti të nisë të shpërbëhet. Më pas, gjithë masa filtrohet dhe pjesa e mbetur është lëngu që do të përdorni për të marrë përfitimet. Ky lëng është i pasur me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme të cilat janë të nevojshme për dietën tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Një gotë vetme nga ky lëng përmban shumë vitamina, minerale dhe polifenole. Kumullat e thata përmbajnë në veçanti shumë magnez, kalium, gjithashtu edhe mangan dhe zink, dhe seleniumi, i cili është shumë i rëndësishëm për dietën tuaj. Ato janë të pasura me vitaminën C, tiamin, vitaminë B6, vitaminën A, vitaminën E, gjithashtu dhe vitaminën K. Vlerat e lëngut të kumullave janë të larmishme. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të konstipacionit. Ky lëng përmban shumë fibër dhe një përbërës natyral të quajtur sorbitol, që ndihmon për jashtëqitjen dhe lehtësimin e lëvizjeve të zorrëve. Për më tepër, ky lëng ofron zgjidhje afatgjata kundër konstipacionit, gjithashtu edhe në shëndetin më të mirë të kockave të forta. Antioksidantët e frutat e perimet luftojnë radikalet e lira që gërujnë kocka dhe përshpejtojnë frakturat dhe thyerjet. Lëngu i kumullave të thata përmirëson dëndësinë kockore, i bën ato më të forta sepse përmban kalcium, magnez dhe vitaminën K. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.